Në Tiranë u bën përgatitjet e para për protestën e 7 opozitës e cila do të mbahet në orën 19 në bulevardin Dëshmorët të Kombit. Partia Demokratike e Shqipërisë ka vendosur që tubimi të zhvillohet me skenë dhe fjalime, duke u rikthyer në formatin klasik të protestave politike. Në ora 19, qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë ngrihen në kryengritjen e tyre paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Ngrihen për të mbrojtur dinjitetin, nderin e çdo shqiptari ndaj një agresioni të rëndë të një organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, që më së fundi, duke hequr çdo maskë, përdori 83 mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme dhe të Lubi Ballukut. Në fokus të deklarimeve të opozitës ishte vendosur dhe situata ekonomike dhe rritja e çmimit të karburanteve, të cilën ata e lidhen me politikat fiskale dhe taksat në vend. Qytetarët shqiptar kanë sot 1001 motive për të dalë nga guacka e konformizmit dhe frikës, për të bashkuar me ne në kryengritjen tonë paqësore. Qëndrimi cinik i tij nga ndërshkimi i qytetarëve nga çmimi i naftës rëndon akoma më shumë pozicionin e tij. Kjo kryengritje është jetike, por një betejë të hapur në shesh me regjimin që përdor mandatet e tij si thika, si për të mbrojtur vjedhjet e tij. Kjo kryengritje është jetike. Protestat e opozitës kanë nisur që nga fundi i vitit kaluar dhe janë zhvilluar në seri me kërkesën kryesore për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe krijimin e një qeverie teknike.